Rritja e çmimeve të karburanteve po jep efekt zinxhir në ekonominë vendase, duke prekur drejt për drejt edhe tregun e shumicës së frutave dhe perimeve në Vlorë. Tregtarët, të cilët çdo ditë nisin punën që në orët e para të mëngjesit për të siguruar furnizimin dhe për të hapur aktivitetin e tyre, po përballen me një situatë gjithnjë më të vështirë. Sipas tyre, rritja e kostos së transportit si pasojë të çmimeve të larta të karburantit ka sjellë me një rritje të çmimeve të produkteve bujqësore, si nga fermerët vendas ashtu edhe nga importi. Kjo ka ndikuar drejt për drejt e konsumatori final, duke ulur ndjeshëm fuqinë blerëse dhe për pasojë edhe shitjet. Shitja ka rënë ndjeshëm, shprehen tregtarët, duke theksuar se qytetarët po blejnë më pak për shkak të çmimeve të larta. Ata rendisin disa prej produkteve që kanë pësuar rritje të ndjeshme. Domatja po tregtohet me shumicë nga 240 deri 280 lek për kilogram, speci arrin në rreth 280 lek, brokoli në 400 lek, ndërsa lule lakra në rreth 300 lek për kilogram. Këto çmime konsiderohen të papërballueshme për shumë familje dhe të mendosh se janë vetëm të shumicës, teksa kur dalin në tregun e pakicës, ato rriten edhe më shumë. Një tjetër problem që rëndon situatën është mungesa e prodhimit vendas në këtë periudhë, çka rrit varësinë nga importi dhe bën tregun edhe më të ndjeshëm ndaj kostove të transportit. Tregtarët theksojnë se jo vetëm që po blejnë më shtrenjtë, por edhe po shesin më pak, duke rrezikuar seriozisht fitimet dhe vazhdimsinë e aktivitetit. Shumë dobët e shitja, shumë dobët. Po çmimet si janë? Çmimet çik të shtrenjta janë. Ja rritur tani me karburantin? Me karburantin edhe s'ka dhe prodhim shumë. Po kërkesa me lartë se ikin jashtë malli, nga jo dhe çmimet janë çik të shtrenjta. Po çmimet tani me të rritjen e naftës skandal fare, ndryshuar fare. Domatja drejt me biga vaj të shtrenjtë. Po 2700 domatja këtu me shumicë 2400, ajo e vendi 2700 lek, 2800 lek ajo e jashtme. Brokoli 4000 lek sot, lule lakra 3000 lek sot. Ishte bërë skandalo. Me këto rroga, me këto gjëra, ku dilet qa do bëj unë kam maman pensioniste shumë, merë 107.000 leka, qa do bëj me 107.000 lek, me 107.000 lek ajo i bjetë të bëj pazar të ënën, të martën, të mërkurën, të ngrëri duart lartë. Ska janë çmimet lartë. Lufta po bën punë e saj. U ka shitje olla, njarë domate do një muaj të mbarosh, na 2 kokra marri. Speci na një spec tot ai, na një domate. Ka që njerëz ka ngel, na 2-3 veta në përshpia. Ti imagjino ai del me 500 lek në xhep, bën xhiro, ndërsa bëj dreka. Del orën 8 mëngjesit, orën vetën 12. A 2 feta bukë atje me domate, a fut gjumit ai që pran bazit. Kurse njerëzit orë. Madje disa prej tregtarëve të shumicës bëjnë me dije se prej 4 ditësh kanë ndërprer furnizimin me mall, pasi çmimet janë bërë të papërballueshme dhe rreziku për të mbetur stok të pashitura është i lartë. Kam 4 ditë, jo unë, po gjithë shokët zvem për mall, sepse malli, ja, arkat bosh, kam 4 ditë. I gjithë malli është i shtrenjtë, nuk e marrim dot. Janë shtresuar jashtë mase. Shitje në këtu nuk ka. E them këtë që se si do vej ky hall, Zoti madh e di. Këtë. I themi Edi Ramës që ta shkoj këtë Terezin ton, lutemi shumë. Morësh? Kjo është në përgjithësi është shumë keq gjendja. Nuk është kana një kështu. Të gjithë vim populli thotë sa është ja speci 2800. E punoj për 100 lek. Ajo ka thiro. Unë mbas. Edhe s'ma marr mua aty për punizim. E kupton? Jo unë, po të gjithë shokët. Në këto kushte, tregtarët i bëjnë thirrje qeverisë të ndryjë me masa konkrete për të lehtësuar situatën. Ata kërkojnë uljen e barës së kostove, sidomos në lidhje me karburantet, si dhe politika mbështetëse për sektorin bujqësor dhe tregtarët e vegjël, në mënyrë që të shmanget një krizë më e thellë në treg. Nëse kjo situatë vazhdon, ata paralajmërojnë pasojat të cilat do të ndihen jo vetëm te biznesi, por edhe te konsumatorët, të cilët do të përballen me çmime gjithnjë më të larta dhe me një ofertë gjithnjë më të kufizuar produktesh.